diçka që është më pak thyeshme në sistem është transparenca e gjyqësorit. Por gjatë rrugës ka me pas nevojë për modifikime në mënyrën se si ne e bëjmë punën tonë prezent për qytetarin. Për shkak se dominohet nga terma abstrakt, drejtësia, vetvetim, nga nocionet pa njohura, nga terminologji ndoshta jo e kuptueshme. Sepse ne themi kemi një rregull, ne shkruajmë për jo juristët. Dhe në këtë kuptim na kemi nevojë me zhvillues kapacitet, me e rrefy në baza të rregulla që kjo është standardi, kjo është puna, kjo vlera, kjo është, si më thon, ajo që po ndodh në gjyqësorin tonë. E vrejmë që nuk ka shumë reagim për ato që në fakt është interesi publikut. Ka vonesa, na jemi keqësisht vonuar me rrefy që hubojmë për me trajtu një vonesë. Ka kërkesa të caktuara ose ka debat publik për një çështje që është brenda gjyqësorit dhe ne nuk kemi reagues sa duhet. Kjo është një çështje që dhe është definitivisht diçka që duhet thjesht të zhvillohet. Një çështje e dytë që është adresuar në mënyrë serioze, por që tani kërkon kujdesin e duhur është për fat mirë ne kemi mbyll pothuajse strukturën gjyqësore. Dhe është një reformë që e kanë kaluar edhe vende të tjera dhe pe kalojnë edhe tani, domethënë, dhe ndoshta do të kemi diçka të eventualisht në të ardhmen ndryshime tek shkalla 2 gjykata komerciale apo eventualisht fuqizimi demokratik special, por në princip struktura gjyqësore është mbyllur dhe kjo përbën një lajm mirë, por tani duhet zhvillohet kapaciteti dhe proporcionaliteti brenda sistemit. Një çështje e tretë që është filluar dhe që realisht nuk është adresuar në mënyrë të dur është sistemi digjitale brenda gjyqësorit. Do të thënë është investim ta themi kryesisht i organizatave ndërkombëtare deri tani, por tani është koha që qeveria dhe kuvendit të reflektojnë mbi këtë situatë që shërbimet në gjyqësor duhet të bëhen sa më shumë digjitale online në mënyrë që ne të jemi në konkurrencë me vendet e tjera për shkak se në drejtësi konkurrohet vetëm me cilësinë. Dhe këto krejt janë, si më thënë, masa për me bo cilësinë. E katërta që për mua është kryesorja, realisht është ne tani kemi një strukturë gjyqësore të gjyqtarëve kryesisht të ri, që po e marrin, si më thon, maturimin në drejtësi. Por që tani është koha që definitivisht sjellja jonë të jetë krahasuar me vende si Finlanda, Holanda, Gjermania, Franca, vendet e Bashkimit Evropian në përgjithësi, dhe kjo na kërkon që ne duhet të zhvillojmë. Nuk mundemi më sjellën që kanë herë kemi si individ, nuk mund me përballu këtë trend kohës dhe këtë konkurrencë në kuptimin që e kërkon drejtësia si cilësisat. Pra nëse ne nuk marrim masa që ky maturim të vazhdojë me një zhvillim, për shkak se nesër do të bëhemi antar Këshillit të Evropës, do të përballemi me Strasburgun që do të shohim, si më thon, në farë forme edhe distancën e problemeve që kemi në kohë si zhvillim. Dhe e pesta kësha pas me qujt, edhe u punu shumë, por duhet me punu. Kur konkurohet tani për një funksion, kryesisht kemi platformë pothuajse ideale për gjërat. Në momentin kur marrim funksionin, platforma shndrohet në një harres që na dominon gjatë tërë mandateve. Një vend normal që aspiran me ndjek një rrugë të integrimit dhe zhvillimit nuk mundet me toleru kështu sjelljesh. Dhe kjo i bën që thjesht duhet më bëj mallogradhancë.